kur gratë janë dobta, burrat janë të dobët, por shumë agresiv. Dhe besoj që duke zgjeruar hapësirën për gratë, duke fuqizuar gratë, duke i dhënë grave më shumë vend në të gjitha nivelet e përfaqësimit, faktikisht ne të gjithë së bashku luftojmë për t'i bërë burrat më të vetëdijshëm, për t'i bërë burrat më të arsyeshëm dhe për t'i bërë burrat më të urtë në kuptimin e mençurisë, jo thjesht në kuptimin e lepepeqes. Dhe thënë gjitha këto, unë dua t'ju them se në vigjilje të një sfide shumë të madhe që Shqipëria ka, jo Partia Socialiste. Partia Socialiste ka barrën e saj të pa shmangshme në këtë sfidë. Por në 11 maj, Shqipëria ka një sfidë. Ka sfidën për të mos humbur as një minutë në një proces ku rrethanat tonat brendshme dhe rrethanat e brendshme të Europës janë bërë një, dhe për herë të parë në historinë tonë mundësia për të bërë pjesë e familjes europiane është reale dhe është e gjitha në duart tona, në duart e shqiptarëve. Dhe në këtë sfidë të Shqipërisë, kur ne po përgatitemi që të hymë në fushën e betejës elektorale, unë dua t'ju them se ndryshe nga të tjerët që kanë grumbulluar të gjitha rraqet mashkullore të Shqipërisë në emër të një madhështie që Zoti e di se ku është, se gjëja më madhështore që unë shoh në ata anë janë mustaqet e Kujtim Gjuzit. Po, e vetë mja gjë madhështore. Shikojni mustaqet e Kujtim Gjuzit dhe aty e keni kartë vizitën e madhështisë së asaj bauleje me rraqe. Ne do të kemi një qasje krejt tjetër. Ne, burrat, ata që kanë marrë nga Partia Socialiste mandate, do t'i hedhim në fushë që të meritojnë mandate.